Zoti Meçollari, dhe një pyetje të fundit. Ndërkohë që Departamenti i Shtetit duket sikur po tërhiqet nga jeta e brendshme politike e vendeve të Ballkanit Perëndimor, për sa i përket raporteve me Kosovën, dimensioni i sigurisë dhe dimensioni ushtarak po njohin vetëm fuqizim. Shtetet e Bashkuara Kosovë. Kosova është produkt i politikës amerikane. Dhe largimi nga kjo do të thotë që të largohesh nga trashëgimia jote. Amerika ka një kujtesë institucionale, pavarësisht se kush është president, cilat janë raportet midis diplomacisë apo interesave, ndoshta që sot futen dhe interesat e familjes, pasi po shikojmë edhe në Serbi dhe në Shqipëri, ka interesat e familjes presidenti Trump. Gjithsesi Kosova ka një status veçantë për shkak të trashëgimisë së Shtetet Bashkuara. Por një gjë është e vërtetë që ka dhe një lloj indiference në këtë periudhë të caktuar nga ana për shkak të angazhimeve që diskutuam më herët. Bashkimi Evropian në përgjithësi ja ka vendosur atë kufirin Vučić, jo vetëm në zgjedhjet në deklaratën për zgjedhje përpara 2 vjetësh, por edhe për shkak të prerjes së fondeve apo deklarata tjera politike të bëra. Kështu që, por një gjë është e vërtetë që duhet kuptuar që të gjithë autokratë të përjetshëm nuk ka. Domethënë, dhe pavarësisht se çfarë iku Orbani, do t'ikin dhe të tjerë, nuk ka më autokratë të përjetshëm. Në sidomos në vendet perëndimore, në vendet ballkanike ku sistemi autokrat është më i konsoliduar edhe për shkak të trashëgimisë, gjithsesi një gjë është e vërtetë që nuk ka. Vučić është në situatë shumë të vështirë. Situata më e vështirë që është në ka situatë përjetuar shumë të ai. vështirë sepse në Ballkan ka humbur dhe aleatin e ndoshta të tij më të fortë, Viktor Orban, që ishte Viktor Orban. Rama, po siç po duket, domethënë nuk ka më fuqi që të garantoj të ketë kryeministri shqiptar lidhje të forta për shkak edhe të situatave që janë krijuar, qoftë në Kosovë, në Medvegje apo në Bujanovsk, e tjera me fjalë nuk kërkon të ekspozohet. Kështu që sot e kemi në një izolim pothuajse të plot, vendet aleate të tjera janë. Kështu që unë shikoj një Vučić të dobësuar dhe që shumë shpejt të rrëzuar. I dashur zoti Meçollari, falenderoj shumë. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim. Çfarë kanë të përbashkët? Një drejtues banke, një avokate në karrierë, menaxheri një kompanie IT dhe një fizioterapiste e suksesshme. Të gjithë janë diplomuar në një nga 4 fakultetet e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë. Askush nga ne nuk bëhet rastësisht i suksesshëm. Zgjedhja juaj sot përcakton karrierën e së nesërmes.